Rasti tragjik i foshnjës në lavatrice. U mbajt seanca fillestare në gjykatën themelore të Pejës. Gjatë kësaj seance është lexuar vetëm aktakuza, por pa ndonjë vendim nga trupi gjykues. Shkodra Nikçi, zëdhënësi i prokurorisë themelore në Pejë, ka thënë se procedura gjyqësore do të vazhdojë në seancat në vijim. Ndërkaq, në seancë janë paraqitur pa mbrojtës ligjor, 2 të pandehurit, ginekologu dhe infermierja. Sipas aktakuzës së ngritur më 12 dhjetor të vitit të kaluar, 2 të pandehurit janë ngarkuar me veprën penale, dëmtim i varrezave apo kufomave. Në aktakuzë janë të ftuar në cilësinë e dëshmitarit 4 pjesëtar nga stafi spitalor dhe 1 inspektor shëndetësor. Ndërkaq, gjyshi i foshnjës në një deklaratë për media ka thënë se Spitali i Përgjithshëm i Pejës kishte tentuar ta fshehë ngjarjen, duke mos i informuar fare familjen për vdekjen e foshnjës. Ai përshkroi momentin ku e kishin marrë trupin e pajet, fetusi ka dalë copa-copa në një qese, pamje që nuk doja dëshiroja askujt. Ishte tronditje e jashtëzakonshme për të gjithë familjen, ka thënë gjyshi. Rasti që kishte ndodhur në dhjetor të vitit 2022 tronditi opinionin publik kur doli në pas se foshnja e lindur pa shenja jete ishte përfunduar aksidentalisht në një lavatrice së bashku me çarçaft, në rrethana ende të paqarta. Procedura gjyqësore po vazhdojnë për të zbardhur përgjegjësit e stafit mjekësor dhe rrethanat e sakta të ngjarjes. Për më shumë informacion, qëndroni në telegrafi.com.